Plani për arsim është një plan kogja i zgjeruar, sa i përket sepse është një ndër prioritetet tona kryesore. Faktikisht ne do të investojmë edhe në infrastrukturën në përkopshte, në infrastrukturën në qerdhet, do të funksionalizojmë qerdhet ekzistuese dhe po ashtu do të ndërtojmë edhe infrastrukturë të re të qerdheve, kryesisht në përfshatra, që konsideroj që do ndërtohen 5 qerdhe, po ashtu do të kemi një investime edhe në infrastrukturën shkollore, duke rritur kapacitetet ekzistuese ku është nevoja dhe duke i plotësuar kushtet dhe gjithashtu duke ndërtuar 2 shkolla në qytet dhe 2 shkolla në fshatra, të cilat janë konsideruar që duhet të ketë ndërtime të reja. Pos kësaj ne do të kemi edhe në përkraje edhe të studentëve, përkraja do të bëhet përmes bursave për student, mirë po do të kemi një klasifikim sepse deri më tani janë përkrahur të gjithë studentët, mirë po megjithatë unë konsideroj që duhet të kemi rritje të bursa për studentët të cilët kanë rezultate të veçanta, po ashtu edhe për studentët me nevoja të veçanta dhe për studentët të cilat janë nga radhët e komuniteteve në mënyrë që t'i nxisim që të ndjekin arsimin. Gjithashtu do të kemi digitalizim të tërësishëm, duke filluar nga tabela digjitale, si dhe duke filluar edhe nga komunikimi që të jetë një trekansh i komunikimit edhe në formë digjitale përmes mësimdhënësit prindërit dhe kontaktit të jetë edhe me nxënësit në mënyrë që të rritet cilësia dhe siguria për nxënësit. Gjithashtu planifikohet që të sigurohen edhe praktika me pagesë për shkollat profesionale, kjo mund të bëhet në bashkëpunim edhe me antin e punësimit dhe me subvencionim të komunës, që në mënyrë që ata të jenë të përgatitur për tregun e punës. Ndërsa sa i përket arsimit gjithditor, ne konsideroj që gjatë mandatit tonë do të filloj me pilotimin e projektit që ka të bëjë me shkollën fillore 2 dëshmore të Talinovci, shkolla Naim Frashëri në Zaskak, shkolla Erez Muadini, Riza Matoshi, shkolla Pavarësia, shkolla 5 dëshmore të UÇK-s në fshatin Pleqqinë pas restaurimit të shkollës së vjetër, po ashtu mund t'i plotësoj kriteret dhe shkolla Tevfik Çanga me vendosjen e Do të thonë, i ngjeha 8 shkolla janë që i përmendet, 8 shkolla do të fillon i mësimin gjithditor deri në fund mandatit. Deri në fund mandatit do të shkojmë duke i rritur, duke shtuar numrin e shkolla dhe po konsideroj që duhet të gjitha shkollat të funksionojnë në këtë formë. Faleminderit.